ajo ka qenë ai bereqeti, prandaj vazhdon ajo të jetë e preferuar që rinia të martohen sa më herët. Martesa në rini është e begat, me sy qelësi, kuptohet, jo me eufori, por me sy qelësi, ati ka bereqet, ati ku ka moral, ka turp, ati ka dhe sukses. Ama mesazhi është që rinia të mos e vanoj martesën, dy gjininte, sidomos gjinia femrore. Unë po ta lexoj prej dikujt, stakfirullah, ku e pyet njëri, thotë si e shihni ju, cila moshë më e preferuar për martesë, sipas juve, ndonjë njeri. Edhe ai thotë për femrat prej 33 vjet, për meshkujt prej 38 vjet. Ki do me qel azil për pleqta, çka do me bo me këtë. Në islam është ndaluar vonesa, nuk është e preferuar vonesa e martesës. Pa marrë parasysh kushtet. Ndonjëherë edhe prindet gabojnë, jo do ta martojmë, po ta bëjmë edhe një shtëpi, ta bëjmë edhe një dyqan, ta bëjmë, përgatitemi darsmën, ta bëjmë kështu me arin, ta bëjmë. Janë të kota të gjitha ato, bereqeti është në martesë. Janë martu muslimanët e vërtet me subhanallah, janë martu ato muslimanët, bijat e muslimanëve me dhurate, kanë pas një sejade. Subhanallah. Kështu që martesa preferohet tjese sa më e hershme, edhe normal me sy qelë që mos shkelet të ne thojmë në rast të kalbet.